Përshëndetje të gjithëve. Edhe mirë se vini në kanalin e Motrës. Me kë jam këtu? It's me, your favorite one. It's me. Ka erdhur motra në Greqi. Edhe normali që kemi erdhur në plazh. Ditët e para duhet t'i keni parë te kanali Motrës, prandaj nuk ju shpjegoj shumë. Unë dje sa mbarova me provimet e mia, edhe tani jam e lirë e qetë dhe erdhëm në plazh të kënaqemi. Është dita e parë e plazhit e 2026 për mua. Motra ime është bërë si çfarë t'ju them? Unë jam e bardhë si çfarë t'ju them? Si qumësht. Si qumë, si mozzarella jam. Si mozzarella. Vanilja e çokolada. Kam marrë edhe kamerën e motrës që të filmoj sot, edhe më duket shumë e rehatshme si kamerë, është super e vockël, edhe thjesht në çantë edhe je gati. Ka edhe mikrofon, kështu që është perfekte. Tani kualiteti nuk e di si është. Unë me diellin që ka sot nuk shoh as edhe një gjë. Shpresoj të më shikoni. Rëndësi ka të më shikoni, edhe më shumë rëndësi ka të më dëgjoni. Sot nuk po fryn fare erë, bën super vap, po super vap, ishim djersitur gjithë rrugës, sepse erdhëm edhe me makinën time, e cila ka kondicioner, po kur e ndes kondicioneri nuk hecën makina, kështu që e kishim mbyllur kondicionerin gjithë rrugës. Edhe kishim plasur nga vapa, edhe sa hyrat e ujë ishte fantastike, sepse nuk është i ftohtë fare, është temperatura që duhet, perfektja. Edhe nuk edhe njerëz, sepse është ditë pune sot, kemi erdhur brenda javës, edhe gjëja që më pëlqen më shumë nga të gjitha te puna që bëj, është që mundem të shkoj nëpër vende ditët që nuk shkojnë të tjerët. Tani kuptuat gjë nga kjo që thash. Me pak fjalë, kur je para punë, mund të shijosh jetën më mirë. Ka hyrë edhe Devi tani në det, po kërkon për peshq. Jemi këtu në plazh vetëm ne dhe pleqeria, pensionistat. Oh, e shikoni një peshk atje? Një peshkallqin? Edhe tani që u zhytëm një herë, tham të thajemi, edhe unë duhet të lexoj librin tim, të cilin e kisha bler para Shëndet, të cilin e kisha bler para një muaji diku atje, edhe kisha thënë që do e filloj sa të mbaroj me provimet, e tani që mbarova, është ora ta filloj. Ndërkohë që motra ka marrë një libër tjetër, e blevi dje. Ndërkohë që unë dukem si mos më keq në këtë moment, edhe Leana është fiksuar që të bëj vlog. Nejse, unë ka marrë librin që kisha bler para një 2 vjetëve, edhe më kishte thënë Leana, ma lerë mua këtu në Greqi ta lexoj këtë, pastaj merre. Edhe Leana si përfundim atë kishte parë si film. Nuk e lexovi kur librin, e mora atë të lexoj una. E po nuk e lexova librin se dija që do bëheshe, nuk ishte kuptim për mua. Ka edhe ca të tjerë pa punësa si puna jonë shqipe, edhe ata 25 vjeç do jenë, 30. Edhe ata pa punë. Pa punë edhe ata të shkretë. E mbas edhe punojnë ata, edhe janë disa njerëz që punojnë kështu natën në përbare këto, edhe kanë pushim në mëngjes edhe vinë. Jo si ty. Edhe si ty, edhe si ty. Bravo Goca! Ja e mësovi bicikletën. Sa bukur, sa punëtore. Wow, so nice, so pretty. Bravo Goca! Motra, u lodhe sot. Ha? U lodhe shumë, u lodhe. Edhe ti? Bëja diçka. Çfarë bëre? U lodha. Edhe unë, mblodha plaçkat. Mblodhe e veten tënde. Edhe tja të bëjnë gjithmonë. Ha? Grindu pak? Tregoj njerëzve kush je? Në vendin këmbët se vajtëm palestër për dje. U lodhe më. E kisha 2 muaj të shkoj, tani më delin musklet. Me muskles, se s'ke din digje. Jer muskles. Shikoni faqja po më bën motra tani. Po jap dashuri. Po, dashuri më jep.
Mami shikon që po më bën motra. Nuk shikoj. Dhe po kënaqem. Derisa të ngrim të marr një huaj të futem të dyja. Jemi rikthyer në shtëpi. Edhe sa u kthem, unë bëra thjesht një banjë, pastaj gatova makarona. Edhe hangra. Edhe sa hangra tani thash do ri të shtrihem pak në sallon të qetësojmë. Motra fjeti gjumë. Nuk fjeti gjumë motra. U shtri, hyre brenda në dhomë, të dëgjova, u zgjoa babi, godiste çfarë bënte atë, çfarë hapte sirtare. Kulëriste me mamin. Godiste me mamin. Bënte njërin të kush fjeti? Ku të lini unë këtë shtëpi të flesh? Kjo me telefon aty të buças, po. S'le robi këtë të flesh. Edhe, sa erdhe unë edhe u shtriva këtu, thash do ri pa, edhe vjen motra tani e më thot, hajde do shkojmë të marrim kukit se ka një dyqan këtu që marr edhe unë kukit gjithmonë, edhe do motra të shkojmë tani do të shkojmë. Kur do në ti? Nuk dua tani. Kur do? Të shofim, kismet. Lere Kismetin edhe Sylfetin edhe Byretin edhe Ahmetin, leri ato Kismetin e Ahmetin, me Kismet nuk shkojt as sekundi. Unë të shtëpia ime jam rritur me Kismet, i thosha mamit do shkojmë diku, më thoshte Kismet. Kismet më thoshte, të gjitha të herë që të ka thënë. Mami do bëjmë diçka, Kismet. Sërë që të ka thënë Kismet, e ka bërë atë që ishte për të bërë? Ja. Kur ka qenë Kismet? Ja, s'ka qenë asnjëherë Kismet. Në shtëpinë tonë Kismeti s'ka qenë asnjëherë Kismeti, ishte Ahmeti. Ahmeti. Ma, më ke thënë Kismet apo s'më ke thënë? Sa herë? Shumë herë. Akoma Të gjërat me Kismet bëj. Kështu që motra, Kismet. Po ti Kismet do bëhet, po që Kismet do bëhet. Sa ta mbyll kamerën, shikoni si do bëj parë. Dhe të vej kamera të fshehura. Në tavan. Hi motra, hello turf. Have a girl, go and get some cookies. Ja. Sa e lumtur që dukesh kur shkon për ëmbëlsira. Shikoni. Outfit of the day. Not sponsor datol, ja ku janë biskotat tona. Motra e hangri gjysmën e saj. E plasa. Plasi. A shumë e ëmbël, ka shumë çokoladë velit. Po, do me thënë, në qavi kokën të shkojmë në kuki që të haj gjysmën e kësaj. Po do ha nesër të tjerat. Ore, kisha haruar unë shkojnë se në Itali aty ku jetoj unë është plot, po këtu nuk më pickojnë. Këtu te Tezja, harpis. Edhe Tezja filluan të më pickojnë, se keje e ashtu ti këtu rreth rotull. Tem. Sprite. Nuk ja. Erdhëm të shtëpia e Nadjes, e Tezës. Nadja akoma s'ka shtëpi, po shtëpia e prindërve të Nadjes. Po, jemi në obor. Shikoni sa bukur? Kemi edhe këtë të larë, mbani erë të mirë. Perde. Jo perde, perde. Perde. Po, Jo, është gabim, mama. edhe ti edhe mami i thoni perde, edhe nuk është perde, edhe pastaj ne themi perde në vlog, e na tallin njerëzit, na thon perde quhet. Perde. Qa mëson njeriu se arritet? Po ne jemi nga Devolli, ne të Devollit i themi perde. Situata ime në gjithë vlogun është u kthem në shtëpi nga Tezja. Unë po drejtoj flokët sepse te Tezja më bërën bullying që dukem si Lëndar. Si Luan. Që dukem si Luan. Edhe më bën bullying, unë pastaj marr psikologjikisht gjërat Ne ta themi me të mirë, domethënë që i dukem shumë e bukur, se fort. Luanët janë shumë të bukur. Si burnesh. Po. Unë mora pak ngjyrë sot e motra. Shumë. Suaj. Ka marrë 1% të ngjyrës që mund të merr ja. Po. E ka marrë se kam shenjat këtu triangolo, kam Tani unë nuk e kam bërë 17 vjet. Plash, si ke bërë ty, 17 vjet. 2 javë në Bali, 2 javë në Bali, E? e pastaj kur u ktheve këtu ke bërë dhe këtu sa të duash, se bën sikur je gjuna fëqare. Plus të them një gjë njerëz, këtu në Greqi, nuk e di po, më duket që ka filluar si lajm edhe në Shqipëri ky, ekzistojnë disa peshk, këta vit që quhen lahojkefali. Pesh. Pesh. Po, Se the disa peshk.
Peshk thash, nuk e kuptova. Disa peshq. Edhe këta kanë një dhemb, një tek pull dhembi, një poshtë e një lart domethënë. Edhe me atë një dhemb thyen edhe kanaçe, ti hajnë kafshën lemvrima. Atë një dhëmbë kanë si 10. Po, nuk ekzistonin këto peshqit në Greqinë, te deti këtu. Ekzistonin. Atëherë nuk ishte i mbipopulluar me ato. Ekzistonin gjithmonë, thjesht tani janë bërë shumë. Janë bërë shumë. Edhe kanë kafshuar e njerëz, nuk mund t'i ha sepse janë vdekje prurës, jo vdekje prurës, janë me Kushme. janë Dilitiriodhi. janë me Janë të helmuse. Janë helmuse. nuk mund t'i hash, po është mbushur vendi, edhe sot vajtëm aty dhe kisha frikë të rije në det, se thosha nuk i dihet nga mund të më dal. Edhe me atë lloj fati që kam unë është i sigurt që nga të gjithë plazhet Dgjoni, të gjitha këto janë të egzageruara. Unë e di që kam vajtur të bëj banjë kaq herë, nuk më është afruar asnjë lloj peshku afër, edhe të afrohet nuk është që të bën diçka. Peshku do të Jo të gjithë peshqit, ky lloj peshku. Mami, ky lloj peshku do të kafshoj, nëse vajte ti bësh diçka, nëse ndjej frikë. Jo. Mama, Jo, mami, nuk e dim. Qari. Nuk ekzistojnë studime që tregojnë që ata janë agresiv kundra njeriut. Se nuk janë agresiv, thjesht të shikojnë edhe të shikojnë si ushqim. mirë. Edhe kisha edhe ata frikën. Pate diçka sot. Jo, që nuk vajte. pam gjë sot, nuk pash asgjë. Por po thosha që nuk dejta edhe shumë ujë se kisha edhe këta merakun sot. Një merak që nuk e kisha, më duket që pash edhe një lajm që ekzistojnë edhe në Sarand. Kam filluar të i shohën edhe diku ande. Por nuk është bërë nami në Shqipëri kaq shumë, bashkë se nuk kam vajtur kaq shumë. Po bëhemi përsëri gati, ndërkohë. Sepse ne u kthem në shtëpi do dalim prap. Është behar, edhe në behar nuk rrihet në shtëpi. Nuk e di po e keni dëgjuar ju këtë si lajm, po në behar nuk rrihet në shtëpi. Unë ri për ve. Haha. Ti ri, po do. Haha, Safani. Ti ri, po do. Haha. Ti ri, po do. Ti ri, djathtë do me thënë. Jo, ti ri, po do në So, shtëpi. ti ri. Po, motra bën sigur do të rinë në shtëpi, e pastaj se i them Të të ri, dalim. pastaj do të ngjelet E pak pastaj, pas herda. jo. Së ngjelet. Jo. Të ri me mamin e me babin. Pastaj se themi ne të dalim sot motra e ku do shkojmë? Kështu bën. Do dalem të premten. Plus, para si të ikim nga shtëpia, desha të komentoj pak diçka që më tregoi motra dje, edhe më kapën nervat e mia kur e pash. Më tregoi një video, besoj keni parë të gjithë në rrjetet sociale. Në video dukeshin 2 ose 3 vajza, 3 vajza ishin. 2 vajza të cilat po rifnin një vajzë tjetër, edhe një vajzë që po e tërhiqte video gjithë situatën. Po filmonte. Ato vajzat ishin të gjitha minorene. Edhe në të njëjtën mosh. Tani unë nuk e mora vesh pse ziheshin, edhe nuk ka fare rëndësi, sepse kur shikon në një video dhun, kur i them dhun, nuk e di po e keni parë këtë videon, për mua nuk e di po është mirë që doli në rrjetet sociale apo jo, sepse shpresoj të mos e marrin si shembull njerëz të tjerë të thonë që kjo është normale, se nuk e di kur është bërë normale dhuna, edhe ta përdorin njerëzit kaq thjesht, më duket absurde. Nuk është zgjidhje dhuna në problemet tona, nuk do të bëj më të fortë. Nuk e di çka ka vajtur kaq keq me familjen e këtyre fëmijëve, se na thoni në çdo video që ju ja jepni fajin prindërve, po prindrit nuk kanë çfarë të bëjnë, e këtë janë. Unë e di për veten time që me njerëzit për shembull, jo, nuk flas vetëm për veten time, po edhe me njerëzit që kam afër, domethënë që jemi rritur të gjithë bashkë, që nuk do përdorin kur dhunë që të zgjidhin një problem që kanë. Nuk do më kalonte as në mendje ta bëja këtë gjë, sepse unë nuk arrita në videon time të analizoj këtë tematikën, edhe sepse do të vazhdoj të mbështes idetë që kam. Familja ka fajin më të madh këtu, përveç se edhe shoqëria ne në përgjithësi po flas, sepse e dim të gjithë që në Shqipëri ekziston kjo kultura që gangoja i dhunshmi është më i aftë, ndërsa njeriu me empati është ai më i dobët. Ekziston kjo, e shoh në përditshmëri, në veprat më të vogla, në sjelljet e njerëzve kur shkoj në supermarket, kur shkoj te fruta perimet, kur futem në autobus e tjera. Familja, kur një çift vendos që të sjellë në botë një fëmijë, duhet të marrë parasysh që nuk e rit Zoti, por e risin ata, edhe nuk mjafton t'i japën ushqim ta hajnë, kështu që të zhvillohet nga ana e trupit, por gjëja kryesore që ka përsipër të marrë prindri është të zhvillojë nga ana mendore këtë fëmijën. Duhet se s'bën ti mësosh empatin, mendoj që është një nga gjërat kryesore, duhet të mësosh si të komunikoj me njerëzit,
me fjalë. Edhe duhet të mësosh që nuk kalojnë kufin, duhet të mësosh që ekzistojnë kufin të cilat ti nuk mund t'i kalosh. Një nga ato gocat për shembull, kishte tatuazh këtu Kalashnikovin. Çfarë pun ka i kalama 15 vjeç të ketë këtu tatuazh Kalashnikovin? Ja pan prindrit, ja pan. Thuaj ti nuk i pyeti prindrit. E ulën ata prindrit të thonë, "Goc, po çfarë simbolizon për ty ky Kalashnikov?" Ja sjaroj pak mamit e babit, që të fillojnë të dëgjojnë fëmijën, çfarë i thot, çfarë sjarim e jep, e të kuptojnë si duhet të sillen gjatë tutje. Jo të vi fëmia me atë e të thuash, shumë e bukur, je gango. Për mua fillon më mbrapa, para se të shkoj ta bëj tatuazhin. Po aja as diskutohet. Nuk do duheshe si fëmijë të mendoj të bëj tatuazh ose azia në trup, për mendimin tim, se është shumë herët që të mendoj të bësh diçka te trupi jot që akoma nuk je sigurt ç'a do, ç'a të pëlqen, ç'a të pëlqen. S'ke zhvilluar nuk e formuar karakterin tënd. Edhe pjesa më e rëndësishme në një fëmijë është nga 1 deri te 10 vjeç. Atje është baza, edhe atë e japin më shumë prindrit nga të gjithë. Okej, marrin frymëzime edhe nga shoqëria, nga shkolla, nga të gjitha, është normale. Po kur fëmia ka një bazë të fortë nga prindrit, që i kanë dhënë gjërat bazike, si tha motra, empatia, që janë gjëra shumë kryesore që të kuptojë njëri tjetrin, ne njerëzit në përgjithësi, edhe këto janë gjëra që mungojnë këto ditë, prandaj krijojnë edhe kaq shumë probleme mes nesh. Është normali që do flasim për familjen kur shohim fëmijë, se po të shifja një burr 30, 40, 50 vjeç nuk do flisja për familjen e tij, se ishin edhe kohë të vjetra, atëherë njerëzit nuk ishin kaq shumë, nuk kishin në shkollë, atëherë nuk mësonin gjëra kryesore, kështu që nuk mundem të kem edhe unë pretendime të larta nga prindrit e prindërve të mi. Po tani, ditët e sotshme nuk mundem të dëgjoj justifikime të tipit nuk dia, nuk kështu, nuk ashtu. Jo, kemi të gjithë një telefon, kemi të gjithë akses në internet, mundesh të hysh, të shikosh, të kërkosh, nuk ke nevojë të kesh lek që ta bësh këtë gjë. Duhet thjesht të kesh dëshirë. Pastaj gjithë të tjerat vinë, për mua, për mendimin tim. Jo, jam dakord me atë gjë. Nuk mundesh të thuash në këto vitet që una thjesht do bëj fëmijë, pa marrë përsipër përgjegjësinë të arrisësh këtë fëmijë, të kuptosh që ky fëmijë që ti po bën nesër pas nesër do dal në atë shtet si qytetar, duhet të jetë një qytetar i formuar, i drejt, i respektuar, Nuk mund të thash thjesht e bera, sepse po të jetë ashtu, dim të gjithë njerëzit, edhe kafshët din të bëjnë fëmijë. Edhe kafshët bëjnë fëmijë, nuk e se specia jonë është një specie e papar vetëm neve bëjmë, të gjithë bëjnë. Neve na diferencion që kemi tru edhe mundemi ta zhvillojmë atë trurin e të vendosëm si do sillemi. Ishte fëmia ime ai fëmia që dënoj, unë nuk e di çfarë do bëj. Nuk e shoh dot atë videon, edhe nuk imagjinoj dot sa dhimbje do ketë mama e kësaj gocës, po edhe kjo goca vete para, edhe jo vetëm fizike, po edhe sa trauma do i ngelen nga kjo situatë, sepse është e sigurt që do i ngelen pafund. Do mundeshim ta evitonim. Shpresoj që po. Nuk ja dolëm ta ndalojmë tani, nuk e evituam tani, po duke folur, shpresojmë të evitojmë raste të tjera në të ardhmen. Prandaj flasëm. Njerëzit që bëjnë, që bullizojnë njerëz të tjerë, janë të parët që janë bullizuar, ose nga prindrit, ose nga familjarët, ose nga njerëz shumë të afërt, edhe e kanë përjetuar, edhe pastaj që të ndihen më të fortë, e bëjnë në njerëz të tjerë. Edhe prandaj them që është pak si alisida. Është si zinxhir. Si zinxhir. Prandaj them që nga diku ka filluar. Ajo goca nuk është që është e keqe. Me shumë mundësi është njeri i mirë, thjesht nuk është rritur në mënyrën e duhur. Ku i ka parë, domethënë, ku i ka parë këtë gjë, dhunën? Ku ka parë njerëz të tjerë të rifen kështu, të zgjidhin problemet e tyre kështu? Diku i ka parë të gjitha këto që t'i bëj pastaj, edhe të dhunoj njerëz të tjerë. Outfit check para se të nisemi. Kam veshur këto pantallonkat këtu, të cilat janë nga Zara. Mi pa motra më tha, mi jepi thash, unë se i mora priti gëzoj pak. Vazhdoj me bluzën e cila është nga Mind Your Style, është brand greke. Edhe kam zgjedhur bezh për sot, shapka kafe në këmbë, të cilat janë nga Shein dhe kanë edhe disa si guaska lart, nuk e di si t'i them, si gura, si gjingla mingla. Edhe çantën time,
e cila është nga Temu, mbase? Jo, ta mora unë 100 vjetë. Nga Shini është. Edhe jam gati. Këtu në Greqi nuk e di po keni dëgjuar. Edhe po do bëhet edhe diku tjetër. Në porosit që bëjmë nga Shini dhe nga Temu, nga këto kinezet, çdo herë që bëjmë porosit, do duhet të paguajmë plus 3 euro për produkt. Do me thënë, unë po të kem porositur 5 produkte, duhet të paguaj 3 herë 5? 15. Jam yll në matematikë, unë prandaj po mund të mbaroj akoma shkollën në universitetin, se jam kaq e mirë, po desha të them hallin tim se unë tani çfarë do bëj? Ku do porosis? Po na presin ragazit tani e them se ka motrën, se duhet të nderojmë italishten tani që ka erdhur, po na pret Jani edhe Nadia, se do dalim, do dalim për koktel, sa për kështu, të bëjmë diçka, domethënë. Aperitivs. Përshëndetje nga dita tjetër. Përshëndetje nga dita tjetër. Mami po gatuan këtu në kuzhinë. Unë sot po e hapa vlogun pak vonë, sepse ne në mëngjes me motrën kishim një takim pune, të cilën nuk i mora me vete se nuk ka kuptim. E kuptoni? Tani që jemi rikthyer në shtëpi, mami erdhi nga puna, vajtëm e morëm me makinën edhe është në është në kuzhinë po bën pastiçe, desha të them, po motra ime kishte plane të tjera. Këto vezët këtu më kujtojnë parlamentarët tonë. Çfarë të kujton? Ata që janë në parlament, deputetët tonë, që i hidhnin vezë, qytetar. Ishte shumë fani, bravo, jeni shumë kreativ. Did appreciate this. Po t'i kishë edhe sa kjo e madhe, kishë bërë pastiçe. Pastaj parlamentarët tonë shkojnë në spital. Që të nëmi janë syrë reta të mëni. Ka veza, jam shumë keq. Hapën edhe në qyqe, jetën e në gjyqë njështë dhe pasaj. Këto vezët më kujtojnë atë... Pullën që ka pillë. Jo, atë maman që thoshte te vajze e saj. E do t'a bëjmë këtë, qin do bësh? Të bëft grop. Të bëft gropa. Të bëft grup. Kjo kamera tundet bashkë me mua. Shumë cute. Po. Shumë cute. Por me qëra fjalët e protesta, jemi shumë krenare të treja ne, që ju shikojmë të dilni në për rrugë, edhe nuk e prisja kur të mbante kaq shumë kjo protesta. Se thoshe, okej, do dalin njerëzit, do mërzite, nuk do dalin më, po më duket absurdi që ka akoma aq shumë njerëz në rrugë edhe protestojnë edhe nuk dështojnë me gjithë këtë që po bëhet, edhe bravo, ju lumt, shpresoj derisa të arrim qëllimin ton të vazhdoni të dilni e të flasim të gjithë në për rrugë, edhe po mendoj edhe unë po do motra të shkojmë në Shqipëri. Veç për protestën vëndaj të shkoj. Po. Kjo qërë është mami tani? Kush? Kjo. Çfarë janë? Këto janë... Ato janë qajra që ka këduar i bërë babi. Ajo është magjistrit, shko me. Uj me karafil. Uj me karafil. Si ishte fjallimi? Futziza. 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 Babi futziza. Babi fut karafil të ujti. Divin e kemi nga fjeri, babi bën magji. Dhe me afora... Do me lini të gatuaj e po... Mami po bën qani kokon shumë. Mami po bën beshamel, që unë vdes për beshamel, mund ta marr ta ha tani si ç'është. Ma do të më bësh i tenxhere me beshamel, ta kem ta ha me pjatë me luk. Mami, e di si do ta bëjmë, mua më pëlqejnë makaronat me kima. Mua me beshamel. Edhe nuk më pëlqejnë me beshamel, mundemi të bëjmë beshamelin për motrën edhe makaronat me kima ti mbaj unë. Ti haj kështu. Të leca kima me vete, Po, të zjesh makarona. po. Më jep një tas të vogël të... Dhe me afora, dora në fartic, po i shumë t'i shores, po se kërja gjomun, i në pjarga, do prostatic, o si sa ka pune, si dhen, se klikon unë. Sa ka vajtur ora? Sa qepa nga Vlora. Qa? Sa qepa nga Vlora. Unë orën 3:30 duhet të shkojmë palestër, sepse duhet t'ju them që nisa përsëri palestra, ne kisha lënë 2 muaj, nuk kisha vajtur unë. Ishe edhe në Bali, edhe pastaj kisha provime, nuk kisha lënë fare unë pas dore. Po, tani, që po bë?
Por tani fillova prapë sepse erdhi bashkë me mua një shoqe që njoha në kërcim, edhe më tha që edhe ajo domethënë kishte qef të niste palestrën, por nuk shkonte kur vet. E i thash hajde të shkojmë bashkë, se edhe unë dua shoqëri që të shkoj, se mërzitem vet. Disi do shkoj edhe vet, po jo që e kam shumë qef. Kurse kur jemi një person tjetër shtyhet. Edhe filluam bashk tani, edhe kemi lënë takim në orën 3:30 të shkojmë në Ç'a problemi ke? I ka erdhur ora e gjumit tani. I ka erdhur ora e gjumit. Unë orën 3:30 se kam që zjohem, domethënë që shkojmë palestër, kam energji. Motra e ka orën e gjumit. Ja ku është edhe tenxherja me pastiçën. Tepsia. Akoma emra tepsi. Akoma, po. E luma i gurë do të merë. Unë në ëndrrën time, djen dark. E kam dëgjuar 3 herë këtë muhabet deri tani. Po, unë në ëndrrën time djen dark, pash. Vajtat flegjum te ëndra ime, domethënë. E kuptoni ç'a ndodhi? Edhe sa vajtat flegjum, kisha dhimbje te dhëmbi. Edhe u çova unë te ëndra ime nga krevati dhe vajtat e pasira thash diçka do kem te dhëmbi dhe po m'dhem. Vajta e pash nuk shikoja diçka. Po unë ndjeja domethënë që kisha diçka te dhëmbi. Edhe vura fleshin e telefonit e pash që unë, sikur te dhëmbi, kisha një vrim, edhe dhëmbi brenda ishte bosh, edhe kishte vetëm disa si insekte që më hanin dhëmbin nga brenda. Edhe ishte kaq e tmerrshme ta shikoj këtë gjë në ëndër. Nuk e kam parë, se motra kur u zgjova se ja thash ëndrën në mëngjes, më tha që ekziston, e kam parë edhe në thriller ekziston këtë gjë. Po unë nuk shikoj thriller, si quhen, filma horrori. Nuk i shikoj këto filmat unë, edhe nuk e kisha parë kur si pamje diku që them, ja, e pash te ëndra ime prandaj se kisha parë atje. Jo, e krijovi vetë mendja ime këtë si ikon. Edhe u tremba aq shumë, më vinte për të vjell pastaj kur e mendoja, edhe tani akoma që e mendoj them, ç'a shikoj unë te ëndra ime, nuk e di pse e pash këtë gjë. E pastaj vajta ja tregova te ëndra ime e mamit dhëmbin, e i thash mami kam këtë gjë dhe kam insekte brenda te goja, ç'a të bëj? E më thoshte mami, po ç'a pate tani, ç'a do bëjmë tani? E unë thash, domethënë te mendja ime ishte sikur do vdes, sikur më erdhi fundi tani që ndodhi kjo gjë. Nuk e di ç'a probleme kam mendërore. Po më thoni, dini ç'a do me thënë kjo si ëndër? Kemi ndonjë person që di të lexoj ëndra, të më thot ç'a shpjegim ka, ose po do ndodh diçka e keqe te jeta ime, të jem e përgatitur të paktën. Outfit of the day për palestër, kam veshur këtë që është si tip body, e themi, nuk e di. Unë vesha me të shkurtra edhe filloi shiu. Super! Situata ime është që thjesht nuk ri në shtëpi. Këtë bëjmë gjithë ditën. Erdha në shtëpi nga palestra, as nuk kam bërë banjë, as nuk jam ndruar fare. Mbajta këtë që kisha veshur që është lart e poshtë. Thjesht shtove edhe një pal xhinse të bardha të shkurtra nga poshtë. Dhe more edhe çantën time, edhe po dal prap sepse do shkojmë me motrën e mamin edhe babin në public që të blejmë fshes. Mamin mundemi këtu edhe shumë t'ja mbushim mendjen të marrim Dysonin që ka edhe motra. Edhe mami thoshte gjithmonë që është shumë e shtrenjtë edhe nuk dua të harxoj kaq shumë lek për një fshesë që thjesht do ikem në shtëpi. E këtë ande i thoshte motra që mua më ka shpëtuar jetën, është fshesa më e mirë që kam përdorur për shtëpinë time, është shumë e mirë, nuk do lodhesh më, nuk është e rënd, është domethënë e mbante dora. E lehtë në përgjithësi. E thoshte mami jo këtë ande. Sot nuk e di ç'a pati, i është mbushur mendja të shkojmë të blejmë Dysonin. Edhe nëse tha mami, tham thjesht hajde vishem i ikim, se mamit nuk i vin shumë shpesh këto mendime. Se e ka për 1 orë, 2 orë, pastaj ikën. Po të presim deri nesër, nuk ka shans
ta blejmë. Kështu që tham do shkojmë tani. Kështu që atje po shkojmë me motrën e me familjen, edhe le të nisemi, dhoma rumuj si gjithmonë, po nuk po të kohë të rritë merre me asje. Deri tani po pinim kafe. Je mirë. E di që është bërë virale ato pantallonat e Zarës që bjen poshtë goditesh. Ashtu mu ka këmbë. Unë i kam shkurtuar të mia. Deri tani po pinim një kafe me tezen në salon, sepse u ktheva unë në shtëpi nga palestra, hangra pak bukë shpejt edhe kishte erdhur speca me djath, po. Edhe kishte erdhur tezja unë kur u ktheva në shtëpi pas këto. Pim një kafe në salon që na solli babi nga Mikeli, tani E di sa bukur ndjem kur vi këtu që ju kam shoqëri, ja vjen një ditë një tezë, dieshim të tezja tjetër. Unë nuk mërzite shkure vëllat, se pa pi kafe një ditë me njëri, thoni dy putalla liqe, që eshni, ja tani do shkojmë të blejmë një Daiso, ka lezeti. Në përgjithësi jemi gjithë ditën jashtë. Unë nuk kam ndendur sekond, ti fjetet paktën që parë. Unë nga mëngjesi, pastaj u kthem, vajta në palestër tani. Kishim punë sot, s'ka gjë, ishte ditë produktive. Ishte ditë produktive. Po, mua m'pëlqen që jam gjithë ditën jashtë. E prisja këtë beharin gjithë vitin, kështu që për mua është kënaqësi. Nuk është lodhje të dal gjithë ditën e të bëj gjëra me jetën time. E ndjem që më në fund mundem t'i bëj ato gjëra që dua, sepse deri tani rria vetëm në shtëpi, se duhesha të lexoj. Nuk i thash lajmet më të reja dhe më të mira nga të gjitha. Atë mësimin që po lexoja 2 javë që ta kaloj, doli mësimi, dolën notat edhe kalova. Edhe ndjem super e lumtur, sepse nuk do duhet të shkoj prap ta jap. Edhe të paktën ja vlente gjithë kjo kohë që harxova që të lexoj një mësim. Ma, urdhra. Qa pat edhe do të shkojmë të blesh Daisonin? Hiç më da truri, ka oror që... Ma jep truri në njerë, shu po më mbajnë 5 minuta, po u bë këtë moment, po su bë këtë moment, pas një ore kam thënë jo nuk jep. Mami, atë thash edhe në video që mirë që e tha tani edhe tham le të çojemi tani direkt shkojmë ta marrim se po të presim deri nesër nuk do e marrim kur. Kjo është e vërtet. Nuk e di, në njërë si më ndodhë Ana vjen, nuk e di, ka të bëj Ana sindrom. 5 minutë që janë ato që më kapen që më të pësh lek. Bravo, kështu të dua gjithmonë. Mbaruam me Daisonin edhe kemi erdhur te Zara Home, sepse motra ime do t'i ble tezes një dhuratë për shtëpinë që e ka të re dhe nuk e ka bler asgjë. Edhe erdhëm te Zara Home të hedhim një sy të shpejt, ndërkohë që mami vazhdon edhe shikon për shtëpinë tonë, thot, kjo këtu ambazhuri nuk do ishte shumë i bukur te salloni jon. I them do ishte shumë i bukur, po sigur do jetë super i shtrenjtë. Nuk ekziston dyqan më i shtrenjtë për gjëra për shtëpi se sa Zara Home. Kemi gjetur në një gjë? Shumë boles për krevatin. Mami, ti sot vetëm prish, Është dita thash, sot më zutë, një morë të lekët. Ja shumë e nervin Nesër? Sa e bukur kjo. Shumë e bukur kjo. Shumë cute. Vjen në qendër të trapezarisë. Shumë e bukur. Përshëndetje. Nga dita tjetër. Hello. Nga dita tjetër. Hello. Hello, bitches. Djem dërgu kthem në shtëpi dhe nuk i fola fare. Ishte shumë e lodhur. Shumë e lodhur. Po më Shumë e lodhur. Po më Shumë e lodhur. Ishte lodhur. Po më mbylleshin syt dje në darkë, sepse isha gjithë ditën jashtë, isha zgjuar që në orën 8 mëngjesit edhe isha... Të të them diçka. Kështu. Nuk intereson fare njerëzve. Po kur të them të tipit 0 fare. Do hash dru. Edhe tani sot jemi zgjuar me energji, me... Plot energji. Kemi filmuar TikTok deri tani. Edhe
po jemi veshur, do shkojmë në një kafe, se duhet motra të bëj content Duhet të punoj. Duhet të punoj, po, shumë. E shef që ka marrë laptopin. E shef që do punoj. Edhe prandaj jemi veshur, jemi bërë gati dhe pastaj kur të kthehemi në shtëpi, shikoni çka kam t'ju bëj unboxing këtu. Shikoni. Do ja marrun mamit, nesër që do ik. Këta, do marrun me vete në Itali. Brenda të backpacku im, që është backpack magjik. Bëk. Se jam magistretshka. Magistrate. Mirë. Çelsa ke? Jo, po. I wanna crush my car tonight, 'cause I couldn't think about anything else. Takuam me mamin. Përsëri bashk, e cila mbaroi me punën, edhe mbas kafes ne me motrën vajtëm e morëm që të vim në Jusk, sepse motra di që po kërkonte për dhuratë për tezën në Zara Home, nuk gjeti, kështu që erdhëm sot në Jusk me shpresën që do gjej diçka t'i marr për dhuratë për shtëpinë. Kemi erdhur në Jusk dhe unë me motrën jemi lart një krevati dhe duam të flem gjumë. Ndërkohë erdhëm këtu Për tezën. që t'i gjej motra tezës dhurat. E the mamit hajde t'i gjejmë diçka, thot prit të shohim. E thash po ti ke erdhur për vete, thot po ti jeta, jo për çfarë ka marrë. Ndërkohë ne këtu që duam thjesht flem gjumë. Unë do thjesht të ikë të Je shkojmë bërë si unë motra, të flet gjumë në drek, si unë je bërë kopja ime je bërë. It's whole time, kemi rikthyer në shtëpi, kemi fjetur gjumë, jemi zgjuar. Edhe tani mundem t'ju tregoj ç'a morëm në Jusk shpejt. Kemi një kalath si fillim, të cilën e mori mami për ç'a? E lëshon telefonin për te dhe deshte një kalath që ta lëshoj brenda kalathit. Një mbajtëse për këpucë, për në balkon. Plastike për në balkon. Pastaj kemi 10 copë varse prej druri, edhe i morët si ishin në ulje. 3 euro i gjys 10 copë, që është shumë mirë. 10 janë, jore, nuk janë 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, edhe 10 janë. Edhe në fund kemi një kuti gjigante plastike, të cilën ma mori mami për të dhoma, që të ve brenda të dollapi që kam, çantat e hedhura poshte të gjitha i kam pak rëmuj, edhe do i sistemojmë këtu brenda që të duken më të bukura, të mos bie dhe plura, edhe kështu. Me që filluam tani, le të hapim edhe Dysonin, që e morëm dje dhe kemi të pahapur. Atëherë ne morëm Dysonin V15S, e cila është nga më të rejat. Duket nuk është me reja, është nga më të rejat. Morëm këtë fshesën sepse ishte me ulje, edhe kishte brenda edhe fshesën që është për të fshirë tamam, domethënë, edhe këtë kokën këtu që është për të larë. I kishte të dyja bashk, e në të njëjtën çmim që morëm këtë, kishte edhe fshesën që ishte vetëm për të fshirë. Kështu që normale morëm këtë. Ja, është koka e parë që ka brenda, e cila është lecka, diku këtu në anë vjet ujë, edhe kjo që pastron, çdo herë që rrotullohet në tha, pastron vetë kokën e saj, këtë leckën. Autolight, po. Këtu kemi një kokë tjetër që është koka për çimento. Për të fshirë. Kjo është koka për të fshirë divanin, edhe dyshek, e kariget. Kjo është koka e tapeteve, po motra thotë që këtë përdor edhe për kryesore. Ajo është për kur don të rafësh dika? Kjo koka këtu që është për çimenton ka edhe dritë jeshile para që të shikosh më mirë plerat që ke. Hello! Kam haruar
urdhëruar t'i bëj mbyllje. Klasike. Edhe sot është dita që motra ikën. E ndjem shumë keq për këtë fakt. Por në të njëjtën kohë ik edhe unë me pushime. Kështu që ndjem pak fare më mirë. Pak fare. Që po ikë në Mykonos, ndjem pak fare më mirë. Udhëtimin tim do shikoni te vlogu i radhës. Sa pushime ke bërë si vjet motra? Nuk kam bërë shumë. Po tani bëj kështu pushime verore. Po pra sa ke bërë si verore? Vetëm këtë që do bëj tani. Po, 2 javë në Bali nuk i quan. Po ajo ishte udhëtim kështu, internacionale. Nuk e quaj atë. Tani janë pushime që bëjmë tamam në Greqi. Po. E mirë pushime për 4 ditë shkojmë atje. Nuk quhet. Po, shiko si jam, shiko si po bëjmë mbylljet e vlogut. Skaq. Edhe prandaj e hapi motra tani kamerën. Desha t'ju them të bëni një like, një subscribe, një comment, një hype, një Share, një çfarë të doni. Çfarë të doni. Po bëni diçka. Edhe ne do shifemi si gjithmonë te Vite Radhës. Mua.